çdo gjë që kam lexuar së fundmi më tregon se ne po jetojmë në një kohë kur miqësia e vërtet po bëhet e rrallë. Niveli i vetmisë është duke u rritur vërtet shumë dhe media sociale që duhet të na ndihmonte po e bën edhe më keq. Miqësitë që janë të vërteta dhe besnike po bëhen më të pakta dhe të rralla. Lexoni statistikat dhe nuk po bazohen vetëm te statistikat dhe për këtë arsye falenderoj Perëndin për dritën në këtë vend. Sot shumica e marrëdhënieve janë ndërtuar mbi interesin personal, çfarë mund të përfitoj unë prej tyre, jo se çfarë mund të jap. Dhe për këtë arsye historia e miqësisë së vërtet, të perëndishme dhe altruiste mes princit Jonathan dhe Davidit të ri është vërtet një histori inkurajuese dhe frymëzuese. Dua që ta mendoni pak me mua këtë, mirë? Jonathani ishte djali i madh i mbretit Saul. Jonathani ishte trashëgimtari i mbretit Saul. Jonathani ishte mbreti i ardhshëm i Izraelit. Jonathani ishte princi i kurorës së Izraelit. Unë dua që ta mendoni pak këtë, sepse nuk është një miqësi e zakonshme, nuk është thjesht një besnikëri dhe përkushtim i zakonshëm. Dhe sërish, kur princi Jonathan pa që dora vajosëse e Perëndis ishte mbi Davidin, ai u nënshtrua me gëzim atij. Kur princi Jonathan e njohu njeriun e vajosur nga Perëndia, ai ja përkushtoi veten atij. Ndjeshmëria e thellë shpirtërore e princit Jonathan e drejtoi atë që të përulte veten përpara të vajosurit të Perëndis. Mendoni pak sa e lehtë ishte për Davidin, për këtë hero të sapo shpallur, sa e lehtë ishte që të ndihej kryelart dhe arrogant dhe përbuzës dhe ta shpallte veten si djali i mrekullueshëm. Por kjo nuk ndodhi me Davidin, asnjë prej këtyre. Pse? Sepse besimi i Davidit ishte te Perëndia. Besimi i Davidit ishte te Perëndia. Vetë besimi i Davidit vinte nga Perëndia dhe për shkak se ai e dinte se guximi i tij nuk ishte i tij, por vinte nga Perëndia. Dhe Perëndia i dha hir Davidit në të gjithë popullin. Edhe me princin e kurorës, Jonathanin. Por ai nuk gjeti hir të mbreti, Sauli. Në fakt, Sauli donte ta vriste Davidin, në vend që ta falenderonte atë që e shpëtoi. Perëndia që na thërret për një detyrë të caktuar, është Perëndia që do të na pajisë për atë detyrë. Perëndia që na thërret për një detyrë të caktuar, është Perëndia që do të na përdor, madje do të përdor ngjarje të pa imagjinueshme dhe njerëz për të përmbushur qëllimin e tij, që ne të përmbushim detyrën për të cilën na ka thirrur. Ju lutem kuptoni diçka. Mos e nënvlerësoni favorin e Perëndis në jetën tuaj. Ju lutem, mos e minimizoni favorin e Perëndis në jetën tuaj. Ju lutem, mos e merrni për të mirëqenë favorin e Perëndis dhe të mendoni se të gjitha bekimet tuaja dhe të gjitha sukseset tuaja vinë prej jush dhe prej zotësisë tuaj. Pse po e them këtë? Sepse kur ne e kuptojmë këtë favor, kur ne e konceptojmë këtë favor, kur ne e vlerësojmë thellë dhe vazhdimisht këtë favor të Perëndis, kjo ka për të na mbajtur të përulur përpara tij. Arsyeja sepse guximi dhe fitoria e Davidit nuk u shndërrua kurrë në përbuzje, ishte sepse ai e dinte që Zoti ishte bariu i tij. Prandaj, kur ne jo vetëm që e besojmë, por edhe e praktikojmë dhe jetojmë me gjithë zemër bazuar në faktin se Perëndia është burimi i të gjithë bekimeve tona, që ai është dhuruesi i çdo suksesi që kemi, ne nuk do ta përçmojmë veten, por do të përlëvdojmë Perëndin. Suksesi i Davidit ishte një sukses madhështor nga çdo standard. Davidi e kuptonte se suksesi i tij, që fitoria e tij ishte e Zotit, përmes Zotit dhe për lavdinë e Zotit.
dua që t'u tregoj se sa e lehtë ishte për Davidin, sa e lehtë ishte që të ndihej i dashuruar. Më kuptoni çfarë dua të them? Të ndihej i dashuruar nga pranimi i suksesit të tij nga princi Jonathan. Po, madje edhe vet princi. Jonathani hoqi rrobën e tij të princit dhe parzmoren e tij dhe ja dha Davidit. E kuptoni se çfarë po bën këtu Jonathani? E kuptoni se çfarë po bën? Ai po hiqte nga vetja simbolin e jetës princerore në pallat. Ai po hiqte parzmoren e profesionit të tij si luftëtar. Ai po hiqte të drejtat dhe privilegjet që kishte si princi i kurorës dhe me vullnet ja dorëzoi ato të vajosurit të Perëndisë. Kjo është diçka e madhe në kontekstin e asaj kohe. Dikush mund të thotë pse e bën kaq të madhe, sepse është diçka e madhe, më besoni. Kur Jonathani i dha Davidit shpatën dhe harkun e tij, ato ishin armët që përfaqësonin përgjegjësinë dhe detyrën e tij si i dyti në komand në pallatin e mbretit. Jo vetëm kaq, por princi Jonathan i dha Davidit edhe ripin e tij. Tani duhet ta kuptoni se çfarë ishte rripi. Ai nuk ishte thjesht një rip lëkure që ai e hoqi dhe ja dorëzoi atij. Ishte gjëja më e çmuar që kishte një luftëtar i pasur. Sepse te rripi ata vendosnin, luftëtarët e pasur në rrip vendosnin paratë dhe thesaret e tyre. Ai rrip përfaqësonte pasurinë e princit Jonathan. Nuk ka rëndësi se sa herë thoni unë e dua Perëndin, unë e dua Jezusin. Nuk ka rëndësi, ne mund ta themi gjithë ditën. Por pa ndar bekimin e madh që Perëndia ju ka dhënë, janë vetëm fjalë. Por pa hapur shtëpinë tuaj të thesarit, kutinë tuaj të thesarit dhe t'ia dorëzoni të vajosurit të Perëndisë Mesias, Zotit Jezus Krisht, gjithë këto fjali moralizuese do të jenë thjesht fjalë. Le të kthehemi te Davidi. Pas fitores mbi Goliathin, çdo sondazh në vend tregonte se nëse Davidi do kandidonte, ai do të merrte 90% të votave. Mos e vërtet, e tregonte Gallupi. Mund të thoni si ka mundësi. E po, jo vetëm që ati ju betua për besnikëri, princi i kurorës e nderoi dhe i tregoi besnikëri, por Davidi u bë shumë popullor. U bë vërtet, ai u bë shumë popullor te popullata e përgjithshme. Por kjo vjen me një çmim. Kjo vjen me një çmim. Mbreti plak Saul i sheh të gjitha këto dhe irritohet shumë nga kjo. Për ta zbutur pak këtë. Prandaj çfarë bën ai? E dini atë shprehjen mbajini miqt afër, por mbajini armiqt më afër? Pikërisht këtë bëri. Ai e mbajti atë në pallat, ai e mbajti atë nën kontrollin e tij. Një ditë mbreti Saul dhe Davidi po shkonin në Gibea. Ky vend ishte 24 kilometra larg nga lugina e Elahut, vendi ku po bëheshin luftime dhe ku Davidi vrau Goliathin. 24 kilometra larg. Dua të them se do të mendonim se sa më larg fush betejës, sidomos në ato kohë kur nuk kishte lajme, kur nuk kishte radio dhe televizione, lajmi nuk do të përhapej edhe aq shpejt, por ja ku ishin 24 kilometra larg dhe sërish njerëzit e dinin se çfarë kishte ndodhur në fushën e betejës. Lajmi ishte përhapur larg deri në Gibea. Dhe pastaj për habinë të gjithëve, gratë në qytet kishin shkruar dhe kompozuar një këngë. Dhe ishte kënga numër 1 në klasifikim për momentin. Ishte vërtet, dua të them se ajo këngë po këndohej në çdo vend. Kaq e njohur u bë. U bë virale në Facebook, në Twitter dhe në YouTube. Dhe ajo këngë ishte diçka e tillë. Jo, nuk do ta këndoj vet. Unë nuk e di as melodinë e saj. Sauli ka vrarë me mira, por Davidi ka vrarë me 10 mira. Si mendoni se ndihej Sauli për këtë? E po ju tashmë e keni mësuar nga shkrimi.
mendoj se tymi në sy dhe rëra në dhëmb nuk do t'i kishin shkaktuar kaq dhimbje sa kjo. Prandaj, kur ata mbërritën në qytetin e radhës, larg nga qyteti i lindjes, zbuluan se dyqanet e suvenireve po shisnin bluza dhe kapele me Davidin, me slogane si Davidi ja doli. E pash Davidin ta bënte. Davidi ka votën time. Në vend që Sauli të ishte mirënjohës për Davidin, Sauli donte që ta vriste. E di që shumë prej jush do ta kuptojnë atë që do të them ndonjëherë, njerëzit që ndihmon më shumë janë ata që të kthejnë shpinën. Çfarë duhet të bëjmë? Të shkojmë te Perëndia, të japim atij gjithë lavdin, dhe do t'ju atregoj këtë nga jeta e Davidit. Ju kujtohet se në mesazhin e shkuar ju thash se frika i shkatërron aftësitë tuaja, frika i shkatërron ëndrat tuaja, frika i shkatërron marrëdhëniet tuaja. Këtu shohim frikën të verboj Saulin. Ajo e verbon atë me një xhelozi të sëmur, aq shumë sa ai donte që të vriste vetë njeriu që shpëtoi kombin. Sa herë që keni një triumf në jetën tuaj, mbajeni mend këtë, mbajeni mend ku të vi koha, mbajeni mend se nga e dëgjuat nga unë. Sa herë që keni një triumf në jetë, bëuni gati sepse më pas vin të lashët. Të lashët gjithmonë ndjekin një triumf. Lavdërimi i këngës së grave i lavendin dhimbjes që Sauli i shkaktoi Davidit. Populariteti i djeshëm bën që sot ai të luftonte për të shpëtuar. Unë dua t'ju tregoj diçka që është e vërtet në jetë. Unë e di që e dini këtë, është e vërteta e jetës. Një ditë do të ndiheni në qiellin e 7, kurse ditën tjetër do ta keni të vështirë të ngriheni nga shtrati. Një ditë do të ndiheni si në maj të botës, por pastaj disa ditë më vonë do të ndiheni sikur keni kapur fundin. Një nga puritanët e vjetër ka thënë kështu, më dëgjoni me kujdes. Mos e ndërtoni folen në asnjë pemë toksore, sepse i gjithë pylli është dënuar me shkatri. Njerëzit do t'ju përlëvdojnë një ditë dhe do t'ju mallkojnë të nesërmen. Njerëzit janë të paqëndrueshëm, njerëzit në përgjithësi janë të paqëndrueshëm. E vërtet, një ditë do t'ju ngrenë lart, kurse ditën tjetër do të përpiqen t'ju ulin poshtë. Njerëzit nga natyra janë të paqëndrueshëm. Ata do të ta bëjnë qefin një ditë, ditën tjetër të fusin thikën. Njerëzit mund të falenderojnë një ditë dhe të shpërfillin ditën tjetër. Njerëzit mund të të nderojnë një ditë dhe të turpërojnë ditën tjetër. Kjo ishte e vërtetë edhe për Jezusin. Të dielën njerëzit po këndonin Hosana, Hosana, dhe pastaj 4 ditë më vonë ata thirrën kryqëzoje. Kryqëzoje. Dhe për këtë arsye, të vetmin që duhet të kërkoni të kënaqni me gjithë jetën tuaj është Jezusi. Ai nuk do t'ju shgënjej kur. Ai nuk do t'ju lërë dhe as nuk do t'ju braktis. Ai do t'ju qëndroj më afër se një vëlla. Miqësia e tij me ju zgjat për gjithë përjetësinë. Dhe nuk ka gjë që mund të thoni apo të bëni që do ta bëj atë të mos ju doj më. Çfarë miqësie? Nuk ka mik tjetër si Jezusi. Nuk ka shok tjetër si Jezusi. Nuk ka ngushëllues si Jezusi. Nuk ka njeri që të doj si Jezusi. Dhe kur ju e vendosni dashurinë tuaj te Jezusi, do të zbuloni se për lëvdimet dhe kritikat e njerëzve janë njësoj për ju. Për këtë arsye, për Davidin, për lëvdimi i njerëzve apo urrëtia e Saulit, nuk e hidhëruan shpirtin e tij. Nuk e hidhëruan shpirtin e tij. Guximi i tij nuk ja la kurrë vendin për çmimit. Ju lutem më dëgjoni pak dhe ruajeni në zemër këtë. Kur ju jeni në programin e mbrojtjes së Perëndis, mund të jeni plotësisht të sigurt se asgjë dhe askush nuk mund t'ju prek apo t'ju lëndoj. Kur ju keni favorin e Perëndis, nuk ka rëndësi se çfarë bëjnë të tjerët, ju jeni të paprekshëm derisa Perëndia t'ju marrë në shtëpi. Kur ju jeni rekrutuar në ushtrinë e Perëndisë së gjallë,
komandanti juaj do t'ju siguroj se jeni të pamposhtshëm derisa të shkoni në shtëpi. Kur ju keni vajosjen e Perëndis, armiku i shpirtit tuaj mund të zemërohet dhe inatoset, por ju do të qëndroni. Amen. Le të shohim bashkë vargun 12. Le të shohim vargun 12. Është një varg fantastik, nënvizojeni, meditoni mbi të, jo vetëm sot këtë javë apo këtë muaj, por dua që të meditoni për gjithë jetën tuaj, sepse është një varg i fuqishëm. Thot, Sauli kishte frikë nga Davidi. Mendoni pak për këtë. Pse? Sepse Zoti ishte me të dhe e kishte braktisur Saulin. Sauli, që ishte mbreti, me gjithë shenjat mbretërore dhe fuqinë e një mbreti, kishte frikë nga një djalosh bari. Mendoni për këtë. Tani të dashur, kur ju jeni me Zotin, atëherë nuk keni pse të keni frikë nga asgjë. Më lejoni ta përsërisë, kur ju jeni me Zotin, atëherë nuk keni pse të keni frikë nga asgjë. Në fakt, vetë njerëzit që ju urrejnë, ne nuk urrejmë askënd, por vetë njerëzit që mund t'ju urrejnë, do të kenë frikë nga ju. Vetë njerëzit që komplotojnë kundër jush do të kenë frikë nga ju. Vetë njerëzit që e bëjnë veten e tyre armikun tuaj, ne nuk e bëjmë veten ton armik të askujt, por ata që e bëjnë veten e tyre armikun tuaj, do t'ju kenë frikë ju. Vetë njerëzit që ju përçmojnë, në të vërtet ata njerëz ju nderojnë. Davidi ishte i kënaqur që të priste për kohën e Perëndis. Unë dua ta përsëris këtë. Davidi ishte i kënaqur që të priste për kohën e Perëndis. Unë ju a kam thënë më parë dhe do ta them derisa të vdes, sepse kjo është dëshmia ime. Sa herë që e katranos, sa herë që futem në telashe, ndodh sepse i marr gjërat vet në kontrollin tim. Kur unë dal përpara Zotit, kur nuk pres për kohën e tij, kur nuk pres për programin e tij, kur nuk kërkoj që t'i shërbej qëllimit të tij në jetën time, por përpiqem që t'i marr gjërat vet në kontroll dhe t'i bëj sipas mënyrës time. Mbreti Herod, një mbret i fuqishëm në të gjithë Juden, ishte i tmerruar nga një fshatar, i cili quhej Gjon Pagzori. Pse? Për shkak të integritetit të shkëlqyer të Gjon Pagzorit. Të dashur, më dëgjoni pak. Kur ju ecni në drejtësinë e Jezus Krishtit, edhe ata që nuk e kanë frikë Perëndin, kanë frikë nga ju. E përfytyroni dot këtë dhe pikërisht këtë na thot teksti këtu. Dhe prandaj kur ky plan nuk funksionoi, Sauli bëri një plan të dytë, një plan B, një plan të dytë për të hequr qafë Davidin. Duke e tërhequr që t'i jepte Davidit vajzën e dytë për martesë. Ju kujtohet herën e shkuar që Davidi pyeti 3 herë se cili ishte premtimi i mbretit për atë që do ta vriste Goliathin, dhe 3 herë ata i thanë atij se do të merrte për grua vajzën e mbretit, do të përjashtohej nga taksat dhe do t'i jepej një pasuri, 3 gjëra. Dhe gjëja e parë ishte që t'i jepte Davidit vajzën e tij për martesë, por ai tërhiqet nga kjo dhe nuk ja jep vajzën e tij. A e dini se çfarë po bën Sauli këtu? Ka shumë mundësi që do ta provokoj Davidin që të ngre krye. Ka mundësi që të doj ta provokoj Davidin të rebelohet. A i donte që ta provokonte Davidin dhe t'jepte popullit një arsye për ta ekzekutuar publikisht atë. Por dua që të vini re se çfarë tha Davidi, më dëgjoni pak. Ky njeri e katranosi keq fare, e di që do ta kuptojmë këtë, por më dëgjoni, kjo është e çmuar, kjo është vërtet e paçmueshme. Kush jam unë? Kush jam unë që të bëhem dhëndri i mbretit? Heroi, ai për të cilin po këndojnë të gjithë. Unë tani dua që t'i flas atij që mbase tani është i tunduar që t'i marrë gjërat në dorën e tij. Dua që t'i flas atij njeriu që do t'i shlyejë llogarit me dikë sipas mënyrës së tij. Unë dua t'i flas atij që është ulur në vendin e shoferit dhe e ka zhvendosur Perëndin në vendin e pasagjerit. Unë dua t'u flas atyre që janë lodhur duke pritur dhe duan që të bëjnë diçka. Prisni për kohën e Perëndis.
Plani i tij për jetën tuaj është shumë herë më i mirë nga sa mund të imagjinoni ju. Dhe jam i lumtur që mund të qëndroj këtu kaq vite më vonë dhe t'ju dëshmoj që planet e mia u kalbën. Ato do të më kishin vrarë tashmë. Plani i Perëndis është shumë më i mirë. Mos u tundoni të mëkatoni në zemrën tuaj për shkak se keni pritur. Dhe Perëndia nuk ju është përgjigjur ende. Fjala ky që është ende. Dikush këtu ose që po më ndjek nga e mbar bota, mund të tundohet që ta nxitoj kohën e Perëndis. Apo më dëgjoni? Besojini kohës së Perëndis, jo tuajës. Mos lejoni që padurimi dhe nxitimi juaj t'ju sjellë të lashe në vend të triumfit. Jini si Jonathani, dorëzojani parzmoren tuaj të vajosurit të Perëndis Mesias. A mund ta bëni sot këtë? Ashtu si Jonathani, dorëzojeni rripin tuaj, burimin e sigurisë suaj të brendshme. Jepjani Jezusit, ai do t'ju jap siguri më të madhe nga sa kishit shpresuar. Ashtu si Jonathani, pranojeni shpëtimtarin e jetës suaj. Si Jonathani, dorëzoni atë që e konsideroni tuajën dhe pastaj shihni se çfarë do të bëj Perëndia.